Nata 27 marsit nuk ishte sikur të tjerat në familjen e Fadil Ramadanit në Gjilan. 9 persona i hynë në zyre, ku sipas djalit të biznesmenit kërkuan haraç nga ta. Baba më kun çet pozicion. Tashti, nëse u kun baba më çet pozicion, që ku doka që ka ra televizori e kanë qitë për me. Por ky tani është i dëshpëruar me drejtësinë, pasi që babai i tij ka 6 muaj që ndodhet në paraburgim si i dyshuar për tentim vrasje. Betimi që ishte dëshmitari i ngjarjes nuk e mohon se babai i tij gjuajti me armë, por sipas tij këtë e bëri në vetmbrojtje. Më lloj ka pas fajt baba jam se s'ka pas ku me ik, se ka pas dritarën qel me ik mbrapa shtëpisë. Atëherë nëse mbron shteti kriminalin e qytetarin shtëpi vet, jo atëherë nuk e di çfarë drejtësie ka. E policia në Gjilan konfirmon se atë mbrëmje kishte mbetur një person i plagosur. Është arrestu si dyshim kryesor dhe është intervistu në prani të avokatit mbrojtës. Më pastaj edhe personi i cili ka marrë plagë në këtë incident nga ana e prokurorit të shtetit dhe atij është caktuar masa ndalimit për 48 orë. Për trajtim të drejtë të rastit po garanton edhe kryetari i gjykatës themelore. Zyti Haziri bëri me dije se për rastin janë ngritur aktakuza për 4 persona. Disa të akuzuar që ishin futur në shtëpinë e biznesmenit janë mbajtur në paraburgim disa muaj, e disa të tjerë nuk janë kapur nga policia. Për këtë rastin konkret është fjala për tentim vrasje dhe armbajtje pa leje për 2 vepra penale, ndërsa për një tjetër është ngritur aktakuza lidhur me dhënien e ndihmës pas kryerjes veprës penale dhe për 2 tjerë është ngritur aktakuza për shkak të lëndimit të lehtë trupor. Fadil Ramadanit së fundmi është vazhduar edhe për 2 muaj paraburgimi, derisa sipas gjykatës pritet shpejt të merret vendimi. Si pasojë e kësaj ngjarje, biznesi i Fadil Ramadanit që kishte të bënte me dhënien e makinave me qira tani është mbyllur.